thua gjërat që qëndrojnë dhe ajo që tha Staliani këtu shohim nuk e di janë plane të momentit to apo janë të pyesëm. Po, janë plane live. Atëherë Isa, janë pamje live, këtu jemi tek pranë xhamisë, çfarë po ndodh? Po në fakt nuk e di nëse dëgjohem, por jemi përballë xhamisë. Ujë dhe gaz do sjellës është duke u hedhur nga protestuesit dhe protestuesit janë duke hedhur bomba molotov dhe flakata në drejtim të policisë së shtetit e cila kishte krijuar kordonin pikërisht përpara xhamisë në Namazgjas në Tiranë. Ka hedhje të vazhdueshme të flakëve molotov xhamisë. Aty ka mundohet kordoni i policisë, ka pasur përplasje mes protestuesve dhe mes policisë me ujë me presion gaz do të sjellës në drejtim të protestuesve, duke që është përballja finale, nëse mund ta quajmë mbrëmjen me policinë e sotme. Sidomos me policinë Minga. Po Isa. Po, ashtu siç po theksoja se mendova që nuk po dëgjosha më, pra vazhdon në mënyrë intensive hedhja e kokteleve molotov dhe policisë, protestuesit janë të mobilizuar dhe ndodhen tani më pranë sedisë së Partisë Demokratike në përballje direkte me policinë e shtetit. Ky është numri Minga, ky është numri më i madh, më i madh i molotove hedhur në drejtim të makinave të policisë dhe të policisë së shtetit. më i madh, po edhe me sa duket. Por këto nuk e di, duken si pamje guerrillas, nuk e di çfarë, nuk mund të jetë një parti politike kështu në Ertin. Domethënë kjo është e papranueshme dhe këtu përgjithësi ka dhe Pas ka marrë flak diçka aty ngjitur me xhamin. përgjithësi ka padyshim Partia Demokratike se ajo e komandon protestën, por edhe policia duhet të jetë më efikase, nuk mund të lejojë që 5 me kapuç aty të bëjnë namin, kështu që sidomos kur goditen forcat e rendit. Dhe ra fluksi i flakadanëve, por kjo histori vjen e përsëritet çdo javë dhe nuk e kuptoj, domethënë është diçka që edhe pastaj ndodh ajo që ndodh shpesh, shkojnë në gjykata persona që hedhin flakadan, sidomos ndaj forcave të rendit. Ata janë njerëz, janë qenie njerëzore, nuk kemi të bëjmë aty me goditje ndërtese, se ndërtesën mund ta godasësh sa të duash, nuk i ndodh asgjë godinës, por një punonjës policie është shumë e rëndë dhe këto janë të patolerueshme në botë. Nuk e di pse policia jonë është kaq tolerante, nuk e them këtu për të krijuar një lloj Ja ka një përplasje